Mirë se erdhët në kanalin tonë në YouTube. Në këtë video do t'ju udhëzojmë hap pas hapi se si të aksesoni njoftimet për taksat dhe tarifat vendore si individ, përmes platformës zyrtare e-Albania. Është një proces i thjeshtë dhe mund të realizohet në pak minuta nga kompjuteri ose telefoni juaj. Le të fillojmë. Hyni në platformën e-Albania. Zgjidhni qytetar. Kur të jeni në faqen kryesore, do të shihni opsionin për qytetar. Klikoni aty për të drejtuar në shërbimet që ofrohen për individ. Pasi të klikoni qytetar, do t'ju kërkohet të identifikoheni. Plotësoni kredencialet tuaja, përdorni emrin dhe fjalkalimin që keni krijuar më parë në platformë. Nëse nuk keni një llogari, mund ta krijoni lehtësisht. Pasi të hyni, shkoni në menun Dokumentat e mia. Këtu do të gjeni çdo njoftim që do t'ju vijë nga taksat dhe tarifat vendore. Nëse keni pyetje ose kërkoni më shumë informacion, lini një koment poshtë. Mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanal për më shumë udhëzime.